që nga mbrëmtë të dy tashmë të ndjerave, do t'jemi sërish direkt gjatë këtij transmetimi të drejt për drejt. Ndërkaq Dorentina, para se të kalojmë të diskutojmë për zhvillimet e fundit politike në vend, e që edhe andej ka pas goxha zhvillime, një mendim edhe të profesorit Baraliu lidhur mes raportimet e fundit për dy vrasit, sidomos ke fundit cila ishte vrasje dyfisht, e sot raportohet se vdiq edhe e dyshuara për vrasje. Po, gjithsesi, fatkeqësisht fenomeni i vrasjeve dhe vetvrasjeve në Kosovë, në Shqipëri dhe në trojet etnike shqiptare, jo vetëm këto vitet e fundit, por sidomos këto vitet e fundit është brengosës. Faktorët dhe shkaktarët janë të shumtë, mbi të gjitha dhe para së gjithash mendoj që stresi posttraumatik që nga ekspertët shpjegohet që veçanërisht në vazhdimsi prej